Dhe ne duhet ta vazhdojmë këtë komunikim për lirin. Do ta vazhdojmë këtë komunikim lirisht me njëri tjetrin dhe me tjerë duke mësuar nga njëri tjetri. Unë nuk dua sot bëj asgjë të sforcuar, po duhet ju them shumë modestisht se kam mësuar nga ju. Kam mësuar nga gjithë lëvizjet e brendshme të asaj që është sot zemra dhe mendja juaj e trazuar. Dhe ma ka shtuar dëshirën që të komunikojmë drejt për drejt. Ne e bëjmë këtë gjë, e bëjmë kështu, e bëjmë përmes Twitter, e bëjmë përmes Facebookut, por sot unë dua t'ju jap një numër telefoni ku cili do nga ju mund të çojë vetëm një mesazh me emrin tuaj dhe me emailin për të marrë rregullisht nga unë të reja nga fronti i betejës si ne do të fitojmë në 23 qershor, të reja të përditshme, të përditësuara, të reja që nuk janë krejtësisht si ato të rrjeteve sociale, por janë të reja përmes një kanali të ri për ju dhe për gjithë ata që duan të zbresin direkt me ne në fushën e betejës, bashkë me mua, bashkë me të gjithë tjerët, për ta bërë të mundur rilindjen shqiptare dhe për të thënë në vitet që vinë me krenari, po, ne ishim aty kur shkruam këtë pjesë të historisë re të vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit, gëzuar ditëlindjen e Forumit Rinor Socialist. Faleminderit gjithë organizatorëve, gjithëve ju. Dhe për të nderuar edhe një nga themelusit, një veteran të freshit, Pandeli Majkon, po e mbyll dhe unë me rrov Partia Socialiste.